Zona e re tetorit dhe kuptimi i saj shpirtëror. Ndërsa sezoni i peshores po mbyllet, një nga momentet më të fuqishme të kësaj shenje ajri po na troket në prag. Hëna e re në 21 tetor. Ky është një moment që na sjell qartësi mendore, energji motivuese dhe mundësinë për të nisur diçka të re. Peshorja, shenja që gjithmonë kërkon balancë, drejtësi dhe harmoni, na kujton se është koha të reflektojmë mbi marrëdhëniet tona, të forcojmë lidhjet sociale dhe të gjejmë bukurinë edhe në gjërat më të thjeshta të jetës. Hënat e reja si kjo e tetorit shfaqen kur dielli dhe hëna takohen në të njëjtën pikë të zodiakut. Ky moment simbolizon fillimin e një cikli të ri hënor dhe është konsideruar si një periudhë energjetike ideale për të nisur projekte të reja, për të krijuar lidhje të reja dhe për të besuar intuitën tuaj më shumë se sa informacionin e jashtëm. Në këtë fazë, hëna nuk ndriçon. Në këtë fazë, hëna nuk ndriçon, një simbolik që nafton të kërkojmë brenda vetes dhe të shohim qartësinë tonë të brendshme. Çfarë pritet nga hëna e re e 21 tetorit? Energjia e peshores është e fokusuar tek harmonizimi dhe balanca. Kjo hënë e re i jep fund muajit kaluar duke na mundësuar të shfrytëzojmë të gjithë energjinë që kemi përmes një fillimi të ri. Peshorja na inkurajon të krijojmë marrëdhënie të fuqishme, të zhvillojmë partneritete ku të dyja palët përfitojnë dhe të shohim bukurinë që na rrethon. Është momenti i duhur për të vlerësuar lidhjet tona dhe për të sjellë ekuilibrin që na mungon në jetën personale dhe profesionale. Megjithatë, kjo hënë nuk vjen pa sfida. Jupiteri dhe Plutoni krijojnë një dinamik intensive duke na shtyrë të luftojmë për të vërtetën dhe të sjellim transparencë në situata të vështira. Peshorja zakonisht kërkon harmoni, por her pas here për të arritur paqe të vërtet duhet përballesh me tensione. Marsi dhe Mërkuri në Akrep, një ditë para hënës së re, shtojnë një shtysë fuqishme për veprim dhe fokus, duke na ndihmuar të kanalizojmë energjinë tonë drejt qëllimeve dhe vizioneve personale. Si ta shfrytëzoni këtë hënë të re? Krijoni një listë me qëllimet tuaja, ndiqni intuitën tuaj dhe bëni hapat e parë drejt ndryshimeve që ju doni në jetë. Përqendroni tek marrëdhëniet, nisni biseda të sinqerta, kaloni kohë me dikë që ju frymëzon ose bëni një projekt së bashku. Mbani një ditar energjie dhe shënoni çdo reflektim dhe ndjesi gjatë kësaj periudhe. Ky është momenti për të vendosur qëllime personale, për të marrë hapa të guximshëm dhe për të nisur një epokë të re të vetdijes dhe zhvillimit. Duke punuar me energjinë e peshores, mund të bashkoni krijimtarinë dhe racionalitetin, emocionin dhe logjikën dhe të ndërtoni një rrugë që reflekton vërtetësinë tuaj. Në thelb, hëna e re tetorit është një ftesë për të qenë të guximshëm dhe vetvetja. Kjo është periudha ku mund të shfrytëzoni energjitë planetare për të ripërtërir qëllimet, për të zgjidhur çështje të pazgjidhura dhe për të përjetuar fillime të reja me qëllim dhe qartësi.